I biri regjit që u bë falkun. Ish njëherë një vazë që kish ditë motra e vetëm jemen. Ajo bëj sartën e jeme më të motrat vejnë jashtë. Një dit i tha jemës: "Oj me, do vinja dhe u të mbjedh di lakra jashtë." "Jo, ti e shumë avoks e nëngjegja hata të motra që ven nga dita." Jo, u do vinj, edhe për të marrë ca arja e për të shoh si isht jashtë." Më natnat la gjithë bisa që këtë bej e vate. Arun jashtë të motrat ma jemen e u vuhën të mblidhin lakrat, e ajo vate brenda kapihi e pa shumë lakra, e u vuh të i bej. "Psa na pa një lakër të madhe, e tha ka koqa sajt. Vreni një cim, ata me motra van gaj spjerë të gjenjë di lakra e u ma një lakër që gjeta buna hami shumë dit. Muar e shkulli këtë lakër, po si a shkulli u ndodh në dën dhe. Ish gjithëërsir, u vu të eci brenda ka një sort dhe verë, si eci pa një bukur grua e i vate mbaqu. Kjo grua i shëmbria, e kjo vaz gajt shëtremshi e i tha kësaj grua: "Si u ndodha në dën dhe? Kush më pru? Si këtë benjë të dajnë?" I tha ajo grua: "Po vre, sa këtu gjen të birin a regjit, që natnat ish kështer e ditnat behet falkun, e vete të ecur ka kjeri." Tha kjo vazë: "Ma u si këtë benjë, dë ki më hetën o më bendo një gje?" Tha kjo grua: "U muna të benjë shiez kura i vjen, ditnat buna i bërz bisat ka shpia, mbremnat kura ren falkuni ben shumë rumur, alora ti behev shiez." Kjo vazë vate e gjeti një bukur shpindën dhe, e beri si i kishtë thënë ajo grua. Beri gjithse ka shpia e mbremnat si gjegji rëmurën a falkunit që vi u bev shiez. Falkuni hiqe kur pa shpin gjithë të ndrequr, u mbet e tha: "E këtu kush ethe me beri gjithë ta sërvice sot?" Hengri e vate të fli, u ngre më natnat e vate të ecur ka qjeri. Aru mbremnat e gjeti po pa shpin e rështuar e tha: "Ma këtu kush vjen? A di që do benjë? Këtë fshehem, këshu ndën vjen do njeri a shoh." Kjo vazë beri gjithë bisat ka shpia, të ngrend, beri shtratin, ki që ish fshehur, a pa, e kur kjo sozi, duah e azue i tha: "Ma ti si bere të ndodhshja këtu? Mos me ben mas gje, mos më hit, se u jam një vaza mirë." E i tha gjithse e si ish ndodhur atje. Tha i biri regjit: "Kja zën ti të dërgoj që këtu shëmbëria ma krishtin për të më ndihsh mua." Tha: "Unë nëng muna behëm kështer, ndëse nëng këndon një herë gjeli, nëng qanjën 3 ve, e ndë nëng bien një herë kumbort." Kjo vazë, kur pa të birin e regjit, gajqë që ju kënd pse i shumë i bukur, e i tha: "Nani si këtë bemi?" E muarn e u martuan, rojnë bashk, shkoqi dica mot e kjo vazë këtë kish një të birë. Një dit, u ndodh të shkoj një plakariel, ma mjekrën të gjatë e i tha: "Ndëse do ndisha të të shoq, këti ksha këtu, sa mos ju rini se mru këtu brenda." E i dha 3 ve ari, e kjo angrata duh e ju vu të eci. Edzi, e lothshi, adhe pse këtë kishtë të birin. Udhës ka ata 3 ve duhen 3 zoq ari. Ajo eci për dhe shpis ari. Dho një bukur bot, aru e u vu të thridi. "Kush do di zoq ari?" Duah serva e tha: "Po vre, se regjim do të bler zoqërielat ari." Kjo vazë hiqi brenda i tha regjit: "Ndë këtë ju jap këta 3 zoq ari, këtë më mbani mua njëre sa më lehet a i mbirë, edhe ndëse këtë më veni ka hërlari." Tha regji: "Uaq, ri, sa të mbami, ta bëmi për shpirt, pse ne ka një bukur bot që duam një të birë. Sa një shtrig i beri një nga nezëm e nani në ngdimi ku vate u sos." Tha kjo vazë: "Kam shumë are se benari këtu." Aru natnat që këtë kishtë birin, e si e dzu a shoqja regjit dua që të vejt të shihi. U le një djalet e a shoqja regjit kure pa haj se që mbet, pse ki ngiti shumë të birit, që ajo në ngjej. I tha asaj vaze: "Ma ki të birë, gajqë që ngetën atje mbiri, si i fati?" Ajo vazë i tha gjitha të që kish shkuar, sa kish ndodhur në dhe, sa kish gjetur një falkun e a kish martuar.
A shoqja regjit lëgoj që sa i djalet ish i birit të birit e haq se që i desh mirë. Vazi i tha, se do ndihni mirë, këtë këtë lidhni gjithë kumbort e këtë bjerë vetëm një, ditnat e pashqit, e këtë këndonjë vetëm një gjell. Këta kshu beqën, bënavraqin gjithë gjellat që i ishin kaderat të atiruj. Si gjelli këndoqi, i biri u bë kështer, ma vetëm për një ditë, pse ata ankora këtë lidhnin kumbort. Kur u bë kështer, vate ka shpia, pa të birin, puthi të shoqen, a i tha, si je, ndiha mirë, haq se që riqja shtremt pa ti, ndëndhe, haq sa të kjarë bera pse të denja mbaçu, sa nëng të kinja ti natnat, ndëndhe i shumë shtremt të rinja i vetëm, e haq që të denja, nëng të pata për shumë nat e andije që shumë. E i tha, se ndëse këtë beshi kështer pësembu, ajo këtë i thoj jemë se jatit të lidhnin kumbort. Kjo vate ka regji e i tha, dhe do ndihni atë të birë, këtë lidhni adhe gjithë kumbort e këtë mbetet as gjithur vetëm një, që këtë bjerë ditnat e pashquit. Regji e ashoqja kshu beqën, lidhen gjithë kumbort e lanë vetëm një që ra ditnat e pashquit. I biri u bë kështer pësembu, vate ka shpia e roqi kundend ma të shoqen e ma të birin.